الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. Pasi që foli bukur gjatë në çështje me tauhidin, njohurinë të madhe të Allah Azza wa Jall, me 3 llojet e tij. Pastaj cekon një numër të cilësive të madhe të Allah, të cilat janë ezelie, të hershme, para se me kriju krijesat e tij. Në vazhdim, flet për Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe thot se pejgamberi alayhi salam Muhamedi është abduhul Mustafa, është robi i tij i zgjedhur. Të trija janë sinonime. Edhe al-Mujtaba është i zgjedhur, al-Murtada është i ka pajtu, është i kënaqur me të, pra ka zgjedhur. Gjithashtu. Pastaj në vazhdim fokusohet më shumë në atë se si dallohet pejgamberi për njerëzve të rëndëmt, pa ndryshe. Njeriu të Allahu i madhruar ngritet me adhurim dhe me ibadet. Sa më shumë tjetë robi i devotshëm të Allahu, është aq më i ngritur të Zotit. Sa më i devotshëm, aq më i ngritur. Dhe ai cili mendon se njeriu gjatë jetës së tij del, apo mund të del, qoftë një kohë të shkurtë, një pjesë të jetës, prej madhërimit dhe adhurimit të Zotit, apo të pavarësohet nga madhërimi i Allahut Azza wa Jall, ai nuk e ka kuptuar realitetin e madhërimit dhe të adhurimit të Allahut Azza wa Jall. E njerëzit më të devotshëm që kanë adhuruar Allahun dhe që kanë ekzistuar ndonjëherë janë pejgamberët e Allahut. E më i devotshmi prej të gjithë pejgamberëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tek mos e gjerë njerëzve në këtë dynja, pejgamberët dallohen për njerëzve të tjerë, të cilët pretendojnë se janë pejgamber. Sepse gjithmonë ka pas njerëz që kanë përgënjeshtruar pejgamberët. Për atë arsye kanë lypë dhe për tyne mrekulli. Por ka pas e njerëz që kanë përballë pejgamberë, kanë pretenduar dhe ata se janë pejgamber. Natyrisht për qëllime të ndryshme, e zakonisht për famë, me bëjamen. Sigur se Musejlimetul Kedhab në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E ka pas e pejgamberi po fiton autoritet të madh, dhe për ditë emritina po sa po përhapet dhe njerëzit po futen në plamurin e tij, edhe ka thonë ta preu edhe unë, pse e larg atje në Nejd, në një krahin tjetër, dikun 800 kilometra larg Medinës, e thot do të bëj edhe në emën në vendin dhe në popullin tim. Zotën edhe i propozoi pejgamberit alayhis salam ma vonë, tha, ta ndajmë pushtetin bashkë. Ta ndajmë, ti merr një pjesë të Arabisë, më marr një pjesë të Arabisë. Se dhe një pejgamber si ti.
tek njerëzit e përgjithshëm, të masa e gjerë, pejgamberët ndallohen thash me mrekulli. Bile ka dhe njerëz begit ngritur, ka pas në veçanti nga ana filozofëve, të cilët ka thonë pejgamberët janë vetëm me mrekulli, me mu'gjizë dallohen për njerëzve tjerë dhe kaq. Fund. Mirë po nuk është kaq mjaft, se realiteti është pak më ndryshe. Është e vërtet se mrekullit janë argumenti qartë i pejgamberëve të Allahut, si shkopi Musaut, e dora kur e nxjerrði bëndrit Musaut, e Tevrati Musaut, e gure atje kur çadë del devja të Salihu alayhis salam dhe kështu me radhë. Është e vërtet se mrekullia është argument për pejgamberin. Por asnjëherë nuk është vetëm ai argument që është pejgamberi i Zotit. Këtë do të më fokusu ma shumë këtë çështje. Me vërtetu atohen se pejgamberët e Allahut përpas mrekullive kanë pas edhe argumente tjera, nëpërmjet apo fakte tjera, dëshmi tjera nëpërmjet të cilave vërtetohet se është pejgamberi i Zotit. Për atë arsye thot se argumentet e Allahut tek pejgamberët nuk janë të fokusuara vetëm në mrekulli, por janë shumë më gjanë dhe më shumë se sa kaq. Pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, pejgamberllokun në realitet, profetësinë, ose pretendon njeriu më i sinqert në këtë dynja e që Allahu e zgjedh, ose pretendon njeriu më i rrejshëm këtë dynja, ose më i keqi ose më i miri. Në mes këtyne nuk ka mundësi. Edhe ashtu është me këtyre edhe në praktikë. Këtyre pejgamberin alayhis salam dhe këtyre Muselimetul Kedhab. Ndërsa ata që janë më të mesëm, kur për jetë nuk pretendojnë diçka të tillë. E a ka dikujna në këtë dynja që i pështillet çështja mes më të sinqertit edhe më së rëndësit? Kërkujt këtë dynja nuk i pështillet. Asnjëherë. Pejgamberi i Allahut, para se të bëhet pejgamber, cili do të qoftë, prej Nuhit deri te pejgamberi jon, ai duhet të ketë cilësitë përkryera të jetës tina. Ai duhet të jetë shumë i sinqert, shumë i devotshëm dhe shumë i drejtë. Ai duhet të jetë edhe besnik. Përndryshe, nuk kanë me i besua njerëzit për jetë, e s'ka mund si Zoti me zgjidh dikënd, qa ka faqet zeza të jetës vetë, për njëherë edhe me shpall pejgamber. Qysh pretendojnë ta që janë ranca. O fjala ranca që pretendojnë se janë pejgamber. Deri dje nuk lënë faqet zezë pa bon. Dhe sot mrena ditës, thot pa më foli Allahu, anër apo gjganër. Dhe më shpalli Zoti pejgamber. A, kur t'ja këshush historinë e tina, e shef se ti je shumë më i mirë se saj. Për kundra se udhu billah, me kanë sikur se aj, por të s'po pretendon që je pejgamber. Vetë kjo gjendje e tina, e më hershme, është argument i prerë se aj është rëndës. Se s'ka mundësi asnjëherë Allahu i madhruar me i zgjedhë njerëzit të këqij, që e njeh njerëzimi, shoqëria, rrethit për njerëz këqij, e me bo pejgamber për jetë. Paqarat a kanë me kanë njerëz sinqert devotshëm. Për atë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam i jonë që ne njohëm më së miri dhe njerëzimi njeh më së miri nga vazhlia, po të ngjajshëm kanë qenë edhe pejgamberët e tjerë, me sinqeritet dhe devotshmëri, s'ka mundësi me qenë ndryshe. Kur erdhi pejgamberi prej garë Hiras, prej shpellës Hira, që për herë të parë ballafaqu me Xhebrailin alayhis salam. Dhe ja nisi me odri dhe me nxënën e nethet, është shqetësu shumë
kapi ankthi madh, stres i madh, dhe mundoj kemi të regu Hatijës se diçka nuk ka në rregull me mua. Edhe Hatijja nuk e, s'ka mundësi e me ditë që këtë bëdëm për pejgamber, ku e ditë aja? Por o bazuen sjelljet e tina të mëhershme. Edhe natyra njeriu që beson Zotin është se s'ka mundësi Allahu i madhruar, një njeri i cili është shumë i sinqert, edhe shumë i devotshëm, edhe ka cilësi të mira, Allahu Azza wa Jall me hjek dorë prej tina. S'ka mundësi me lënë dorë shejtanit asnjëherë. Për atë arsye Hatijja radiallahu anha pa kujtu hiç, dën me qesu pejgamberin alayhi salatu wasallam, pejgamberi thonë kum tu vetvetes inni khashita li nafsi, kam pas frikë për më gjon diçka. Dhe Hatijja më tha kella wallah la yukhzik Allah. Allahu ty kur nuk ka me është e pamundër Allahu me të pashtrun këtë dynja. Ja, nuk të lënë Zoti. Pse? Ka nëmëron pastaj. Sepse ti e njeri që le mban lidhen farafisnore. Te flet fjallën e drejtë, i sinqert dhe i drejtë. Ti u ndihmon njerëzve kur ke mundësi dhe ata kanë nevojë. Ti e nderon dhe respekton mësafirin. Ti jap me hongër dhe me pi atyre të cilët nuk kanë. Ti i ndihmon njerëzve në nevoja të ndryshme. Pra, këtë cilësi s'ka mundësi ai njeri që i ka Allah i madhruar me hodha ashtu krejt. A kjen në realitet hende që është nuk për e din se është fillim i profetësisë, por përbazohet në biografin e ti që ka njoftur mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A pejgamberi alaihi wasallam edhe e din fort mirë se s'ka rrejt korën, i ka këtë cilësi që për ta isha. I ka kjo Hatijja, por megjithatë po friksohet si të që tjetë. Për atë arsye edhe kur e dërgoi Hatijja pejgamberin alayhi salatu wassalam te agja e vet atje, edhe ai të njëjtën gjavora ka Naufel, edhe ai tha se këtë që për thuti, këtë që e të e thonti, kjo është tamam ardhja shpallë prej të madhës Allah Azza wa Jall, apo ma bukfalisht tyet pas ka ardhur ajo që ka ardhur Musaut alayhi salam, ka fjallën Gjibraili alayhi salam. Tyt pas ka zbrit me laqja, shpallja, edhe Musaut e ka pas zbritër me herë. Shpallë sepse kë kishte kaluar në krishterizëm më herët dhe shkruante edhe të vratin në gjuhën ebrije njëfte. Si do që tjetë, pra, cilësit e mirat njerëzve, të pejgamberve dallojnë prej njerëzve të cilët pretendojnë se në pejgamber a janë Ramazan. Pastaj edhe Herakliu, i cili ka qenë qafiraj, mbreti Bizantinëve, kur pejgamberi dërgoi atij një letër, edhe erë letra dhe e pasi pëfton në Islam, dhe tha ma nxini dikon nëse kanë me mleqetin tem, shtetin tem, ndonjë prej tyne atje, ta veti ma afer për te dhe qëlloj fati i Ebu Sufjanit. A i ngratit dalë tregti me një karavan, pa di qka është ka e pret. A në realitet, a i në luft me pejgamberin, Ebu Sufjanin me Mekë, pejgamberin me Medinë, dhe Ebu Sufjani armik i fortë i pejgamberit. Dhe kapi shtini mrena, dhe ja sallën për para mretit, për mos më zgjatë, edhe tha du me të pyet diçka për te, vetëm se më tregu drejt. Edhe i la mas ti disa hapa, shokët e tjerë, dhe ju tha aty në kë nëse nuk flet drejt, ju veç ma bëni me kry nëse rran. Që mos me ditë këtë cili pa thot për i tyne. Nëse se flet vërtetën, ju veç ma bëni me krye, që s'pe flet vërtetën. Këtë dëtërohet Ebu Sufjani, krejt me i tregu e qka e vetaj. Edhe e vetë, kalablak pypje, për mos me marë kohë. E një prej tyre, a këni dëgjun do njerë që ka rajte, që ka mashtruhe, e jo korre, që ka pretendue, do njerën për shtete, jo korre, kush e pasan atë, fukaratat pasurit,
Apo shtohen ata që përpasojnë apo përpakohen. Pastaj ata që pasohen, që përpasojnë, apo ndodh më tërhiq, apo nuk më tërhiqen, po përforcohen hala ma shumë. Dhe pyetje tjera, krejt kanë të bojnë me ato, me sinceritetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe detyrohet Abu Sufjani që në atë kohë ishte qafer, me thonë të vërtetën se kur asnjëherë nuk e kanë akuzuar për rancë për gënjeshtar. Se kjo vetë pastaj thonte, desha me rajt, po kisha frigën se këta të mitë për mas kanë me kallëzu, ta i bëhen nahor para njerit, e marrë me rajt. Marrë është me rajt, më thonë se rajt. Për atë arsye u detyrova me thonë vërtetën. Sido që tjetë qëllimi është, se të në këto dëshmi dhe tjera, janë shumë qarta se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu për përkri i devotshëm, i përkryer, i pajisur me cilësi dhe sifate, vërtyte më të mrekullueshme që ka mundësi me pas një njeri para se me ardhë shpallja dhe me thonë unë tash jam pejgamber, se bërë që ka me thonë unë jam pejgamber, se pejgamber lëku nuk matë më sheft, veç me majtë pësha për vetë, mas me ditë dynjaja, por e ka bërë që me i kalzue, për balla tyne të cilët pretendojnë se janë pejgamber. Anë realitet kanë cilësi më të ulta që ka mundësi me i pas ndonjë njeri. Pastaj gjithashtu për argumenteve që ka pas pejgamber të madhët Allah, jenë edhe gjurme të cilat i kalan Allahu me pejgamber të tyre, dhe ndëshkime të cilat u ka sill kundërshtarëve të pejgamberëve. Sikur se fundosja Firaunit, me ushtrinë e tij ku krejt bota din këtë çështje. Krejt mileti e din, edhe mëse pas zbrit Kur'ani fare, edhe heq mëse pas sek pejgamberi alayhi salatu wassalam çështja e fundosjes Firaunit e ka përhapi madhi Allah dhe se ka triumfuar. Musa alayhis salam lindje dhe perëndim, dhe jo vetëm të Musa, por edhe pse ka ndodhur tufanin në kohën e Nuhit, krejt gatin fillim dynjas, krejt bota çështje din. Ka lanë Zoti gjurmë, ka dash me treguj madhi Allah se më herët kjo histori ka pas burrat mëdhej, por ka pas njerë që kanë kundërshtu, dhe Allah azza wa jall i ka triumfu ata që i ka zgjedhur dhe i kanë dëshku ata të cilët e kanë kundërshtuar pejgamberin cilën dhe qoftë alayhi salam, të madhet Allah azza wa jall. Pra gjithmonë ka pas pejgamber të Allahut, edhe Allah i madhruar ka sjell fakte të shumta, të cilat dëshmojnë se njerëzimi ka pasur pejgamber të dërguar të madhet Allah te bareke wa taala. Dhe ato argumente kanë në mënyrë të prerë, ku s'ka mundësi kush me i përgënjeshtruhe. Pastaj, ata pejgamber të madhet Allah azza wa jall, gjithashtu prej fakteve që janë pejgamber të Zotit, ata u kanë premtu dhe u kanë sigurue popujve të tyre secili, se Allahu ka më triumfu juve sado që jeni pak dhe të vegjël, si për shembull te Musa alayhi salam atje. Dhe në Israel të lodhen shumë për vujtjeve dhe një farë mënyrë s'kishin edhe fort faj, o fjala sa ishin për shtetin e Firaunit. Dhe Musa ju premtoi se Zoti ka më ndihmu, qyshit premtoi pejgamberi shokëve të tij në Mekë se Allahu ka më ndihmu, ka më ngadhny, dhe ky din ka më përhap tek lind dhe tek perëndon. Anë pse ata ishin një grush njerëz. Premtimet e forta që a bënte pejgamberi, cilët do të qoftë popujve të tyre, popullit vet, se Allahu ka më triumfu, dhe se Allahu i madhruar ka më ndëshkuar armiqt të cilët armiqt e ju kush do të qofshin ata. Dhe këto faktikisht kanë ndodhur edhe në histori dhe është vërtetuar edhe me Kur'an. Pastaj, secili pejgamberi i Allahut ka ardhur me diçka tek pejgamberi, tek popujve, me parime, me një vizion të madh. Krejt pejgamberët e Allahut kanë thirrur në virtyte të larta. Gjatë që nuk ka mundësi me sjellur me thirrur në to, ai cili është gënjeshtar dhe nuk është profet i Zotit. Çdo sen që është e mirë
nga ana e shpirtit, po dhe nga ana e dunjas, çdo cilësi, çdo vërtet, çka është në interes mbarë njerëzimit, gjithmonë kanë thirrë pejgamber të Allahut. Se është mision i Allahut, është mesazh qiellor e zbritur në tokë, dënë me nxjerrë njerëzit për errësirën e dritë. Dhe njerëzit me jetue ashtu qysh ka dëshirë Zotit pa isër me virtyte sa më të larta dhe më gjvesh për virtyteve tulta. Këto janë sifatet pejgamberëve të madhët Allah te bareke wa taala. Pastaj, ai cili përgënjeshtron profetësinë e cilët do pejgamber, po këtë rast pejgamberit ton, pasi që është i fundit dhe kemi temën për te, ai në realitet e ka përgënjeshtruar Allahun azza wa jall. Ai ka përgënjeshtruar Allahun, ai cili thotë se pejgamberi Muhammed nuk ka qenë pejgamber, ai në realitet i ka thënë Zotit ti po gënjen parën. Dhe kjo është zullumi më i madh që mund ta bëjë njeriu, për atë arsye është kufër. Sepse Allahu ka thonë jo vetëm në Kur'an, po dhe libra tjera të shajta, se ka me dërgu pejgamberin alayhi salam. E me dal njerëzit me thonë jo, ti nuk je pejgamber, dhe me thonë për e thënë Zotit, hasha, ti po gënjen. E akuzojnë të madhe në Allah se Zotit për e fletë jo të vërtetën, apo ka pretendu diçka, apo ka premtu diçka, ma më thonë përse ka që Zotin vend, se ka premtu që ka me quni pejgamber me emnin Ahmed në fund, dhe nuk e qoj heq. Pra është drejt për drejtë dhe akuz në lartë madhërinë të madhe të Allah. Pra të arsye nuk ka kufër më të madhe sa me mohu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nuk ka kufër më të madhe. Se nuk është çështja vetë e mohimi i pejgamberit si pejgamber dhe si burr i madh dhe si misionar i madh, por është çështja edhe të përgënjeshtrimi ndaj të madhit të Allah, e çështja pretendon se i besimtar, i sinqert ndaj Allahut, kurse po akuzon Zotin tënd që po e beson ti. Ç'është bën ta puna ashtu? Kurse Zoti librat e pejgamberëve tut më hershëm, në këtë rast në Injilin edhe në Tevrat, ka ceki madhi Allah se ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të çfarë vjen këmë thos Zotit? Jo s'ka ardhur. Pa paran Zoti, ja. Pra Zoti pas ka thonë diçka çase çën venda, i takon lart madhërisë të madhe të Allah me pretendu diçka, me ndodh diçka të Zoti azza wa jall me thon po pastaj me lan jo, hasha astaghfirullah wa natubu ilay, prej atyre gjërave të cilat si takojnë lart madhërisë të madhe të Allah azza wa jall. Pastaj dërgimi pejgamberëve është prej nimeteve dhëntive më të mëdha dhe dharatave më të mëdha të madhe të Allah mbi njerëzimin, krejt la ilaha illallah. Për atë arsye Allah i madhruar thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah i madhruar, laqad, me të vërtet dhe pa dyshim dhe me vërtetue, men Allah ale muminin i ka ndëru Zotit shumë besimtarët. Kura ka dërgu pejgamberin alayhis salam? Qysh na ka ndëru? Dhe a ka ndërim më të madh për neve, se sa që na ka dërgu pejgamberin, sigur se me Ben Israel që a dërgoj Musaun dhe kështu me radhë. A ka ndërim më të madh? Nuk ka. Allahu ka dasht me ndëru këtë njerëzim me pejgamber për me nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë. Pas e thot Imam Tahavijun vazhdim, wa innehu khatamul anbiya, dhe pejgamberi është vullë e pejgamberëve. Vullë ka për qëllim fund. Thuhet vullë e pejgamberëve në aspektin figurativ, anëpse dhe vullën e ka pas edhe në shpinë, alayhi salatu wassalam, nga ana reale, sepse pejgamberi jon është halk e zinxhirit gat shumë halkave të pejgamberëve të Zotit. Të gjithë pejgamberët e formojnë një zinxhir, një litar, që të shpihen te i madhi Allah, me cilin do të kapesh ke shku te Allahu. E secili prej tyre formon nga një halk. Ka filluar që në fillim të dunjas me Ademin edhe Nuhin, edhe halka e fundit
e pejgamberi jon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, sikurse i shënën me orë me emna 1, 2, 3, 4, 5 me shënun letër. Kur të shënësh fund, kur vjen halka fundit fund letrës, çka vjen në fund? Në fund vjen vula, me vërtetu se këtu e në të vërteta. Vjen vula në fund tak. Edhe mas vulës më nuk ka kur që. Për atë arsye kjo vulë këtu, fundja është vula e pejgamberëve, është halka e fundit e pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Dhe asnjë kontrast nuk ka mes besimit të Musaut, besimit të Isaut dhe besimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është më shumë se sa e logjikshme. Ata që besojnë Musaun dhe Isaun me besu pejgamberin tonë. Pak më ndryshe, ata që besojnë pejgamber heq. Mahabet pak më ndryshe. E që quhen pagan, idhujtar mushrik. Ndërsa ata që janë ehlul kitab dhe mos me besu pejgamberin, përpos që është kufër, nuk diskutohet, është edhe likshti dhe dëpsi dhe është marrë për ta. Më nda këta prej atine. Si do që tjetë, ne musliman të elhamdulillah, prej të madhët Allah, që shi besojmë të tanë ata, besojmë dhe pejgamberin tonë, dhe besojmë se kjo është vule pejgamber, është ka thonë Allahu i madhruar me Kur'an. ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كثان الله pejgamberi Muhammedin nuk ka qenë babaja asnjë burr për jush. Do me kallëzu Allah se ky evlat nuk lën për mrapa. ولكن رسول الله por është Rasulullah wa khatam an-nabiyyin dhe vule pejgamberve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam don me spjegue këtë çysh është vule pejgamberëve pak më thjesht. Dhe thot, shembulli i pejgamberëve është sikurse një njeri me marrua një pallat të mirë prej më të mirëve. Por në qatë pallat të mirë e kalon vetëm një vend zbras një tullë mangu. Dhe njerëzit po sillen rreth dhe pekqyren po mahniten pe bukurisë të atij pallati. Kush nuk mahnitet pe pejgamberëve të Zotit. Në sjelljet e tyre, në fjalët e tyre, në veprat e tyre, la ilaha illallah. Angopet njeriu të kthyer pejgambert, angopet njeriu të ndajt me pejgamber, angopet njeriu të ngu prej tyre. Anihet njeriu me ta. S'ngopet, për atë arsye ata në kanë gjendje gjithë sa me bo për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ma shumë se sa që ka qenë mundur nashta në kushte normale. S'ngopet njeriu, Zoti edhe nëse ka thënë kështu, kur thjesht pejgamberin s'më mungit të kthyer. Është të kthyer. Çdo që tjetë, alayhi salam xhamian. Pra njerëzit sillen rreth dhe kthyen atë pallat të bukur që është ndërtuar. Dhe mahniten nga bukuria e tij pallati, përpos çajëm tull mangu po ja vret pak syt. Tjetër behane të met nuk po gjojnë atë pallat. E unë jam ai i cili e mbylli atë vrim të asaj tulle. Me mua është volosur ai ndërtesë, me mua janë volosur, janë përfunduar pejgamberi. Tash kur vendoset edhe e tull në të pallat, në zbrastin, më s'ka të meta. S'ka mangësima. Pra, pa pejgamberin alayhi salam nuk ka arë fundi pejgamberëve. Anë psa të mirë nuk diskutohet. Tham njerëz më të mirë këtë dynja, por për mungon diçka që ti zinxhirit gat, halkave të shumta. Për mungon halka e fundit. E halka e fundit është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Tulla e funda ati pallatit madhe të mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot o imamul atqiya, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam është imam i krejt atyne të cilët e pasojnë. Ai është imami jon. Për atë arsye me plot drejt ne themi zotëriu jon, imami jon, i pari jon, pejgamberi jon, është edhe imami jon, prisi jon, i cilin na prin drejt madhit Allah azza wa jall. Në përmjetina mësimeve, parimeve, fjalëve, veprave tina, ne me emër të Zotit e fitojmë kënaqësinë të madhe të Allah
se ate ka zgjedhë Allahu për me kanë mësus dhe pres dhe imam i joni. Për ata Allah azza wa jalla ka ardhur ta pasojmë, si për shembull ka thënë Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un yuhibbukum Allah. Thuaj nëse ju më doni mua, nëse doni Allahun, më pasoni mua. Pasimi pejgamberit shpijen e dashurinë e të madhe të Allah azza wa jalla. Dhe është sejidul murselin, dhe është zotri i të gjithë pejgamberëve. Zotri të gjithë pejgamberëve, i pari të gjithë pejgamberëve. Jo i pari për nga koha, po i pari për nga pesha, për nga autoriteti i tina, për nga fama, për nga vlera, për nga respekti dhe dashuria të i madhi Allah azza wa jall. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah. Unë jam zotriu i bijve të Ademit, pra i mbar njerëzimit ditën e kiametit, la ilaha illallah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, dhe jam i pari që më qahet vorë, rap edhe dal pe vorët. Se vorët qahen. Njerëzit, trupat formohen në vorë, rriten dhe formohen, pastaj futen shpirtat në dhe, se pa fut shpirti së ndele pe dhejut. Edhe qahen vorët, rap, edhe qohen njerëzit në kam. Edhe këtyrin që ka bëhet, që ka më baba kiameti. E i pari cili qahet vorë i tina, edhe del në ditë kiametit, midhe, është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kështu po thotë për vetë vetën e vetë. Wa awwalu shafi'in, wa awwalu mushaffa'in, dhe jam njeriu i parë i cili lypin ndërmjetësim të Zotit dhe i parë që mipet e drejta me ndërmjetësu të Zotit. Sepse ja, edhe tjerë ka që lypin me ndërmjetësu, edhe tjerë ka që o hipet mundësia me ndërmjetësu, nështë edhe na inshallah prej tyne. Pejgambert e tjerë, me laqet e Allahut, e shahidat, e thmija për babën, e hafuzat e Koranit, e ulemaja, hajte deri sa të bënë shefat edhe miku për mikun, e vlla për vllain dhe kështu me radhë. Dhe në ditë kiametit edhe mas të futëm në xhenet, atje shefati është i madh. Por i pari cili lyp shefat, edhe i parit të cilit i jepet mundësia me bo shefat, është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka thonë alayhi salatu wassalam në rivajet tjetër, pra ana sayyidu an-nasi yawm al-qiyamah, unë jam zotriu i njerëzve në ditën e kiametit. Mirë, kë hadith shqim të parë mund t'i bien kundërshtim me një hadith tjetër pejgamberit alayhi salam, la tufaddiluni ala Musa. Mos më lavdrani dhe mos më veçani mua ndaj Musaut alayhi salam. Këtu po thot, unë jam i pari, unë jam zotri i njerëzve. Ka po thot, mos më dallani mua prej Musaut. Fa inna an-nasa yas'aquna yawm al-qiyamah. Fa yakunu awwala man yafiq. Sepse njerëzit në ditën e kiametit e humbin vetë dijen e vet. Unë jam i pari i cili qohna. Krejt njerëzit tjerë janë ende të vdekur. Por kur qohna, e gjoj Musaun alayhi salam të kapun për arshit madhe të Allah. E nuk e di. Musa alayhi salam asë gjue para meje dhe ka preashtu i madhja, apo ka preashtu i madhja Allah azza wa jall prej kësaj belaje dhe këtij musibeti. Pra nuk e di, andaj mos më lavdëroni mu prej Musës, ndaj Musaut. Kë bjen se pejgambert nuk bën me thonë ky më e mirë se sa ky. Kështu i bie kjo. Përgjigjja është se nuk ka kundërshtim mes tyre dy haditheve asnjëherë, sepse hadithi i dytë ky i Musaut, hadithi i parë është thonë me fol realitetin dhe hakun. Siç ashtu është. Ndërsa hadithi i dytë i Musaut, mos më dallani mu prej Musaut, ka për qëllim mos më dallani mua me njet me privilegjue pejgamber duke ul njërin duke ngrit tjetrin. Ja.
Nuk bën më lavdru mua, do të poshtru ty. Zban është. Apo të ullë tjetërin, se fjala poshtrim është me e madhe. Nuk bën. Sepse kjo hadith kur është thonë, të shkuj dyti, është thonë kur një njeri, një jahudi, ka thonë, jo pasha Zotin, diçka jenë hangurë musliman, jo pasha Zotin i cili e ka dalu e Musa ndaj krejt dunjas edhe ndaj Muhamedit. Një musliman arab në kona, e që quë, etja kërset shëplak, pa një pa dy, thët qka, Musa më mirë se për Muhamedi jona, nuk bëna, se kjo faktakisht është fanatizëm. E pejgamberi alayhi salatu wassalam po don me shuj këtë fanatizëm. Nuk bën me pas fanatizëm. Nuk bën me lavdru dikën fanatizëm ndaj dikujt tjetër. Ja, sepse kjo i bjen me ula tjetrin. E ne nuk kem hak me ul Musa. Musa është rob i madh i Allahut, i devotshëm i Allahut azza wa jall, vllai pejgamberit ton, pres edhe joni dhe i tanë muslimanëve. Musa i dashur i Zotit nuk bën me thonë ashtu. Për atë arsye për thëtë jo, anë realitet, pejgamberët dallojnë njëri për tjetrit. Sepse vetë Allahu ka thonë, tilke rësullu faddalna, ata janë pejgamberët, ba'dahum ala ba'd, ne i kemi privilegjuar disa prej tyre ndaj disa tjerëve. I kemi privilegjuar, Allah i ka dalluar disa prej disave tjerë, nuk ka lënë njëjtë të gjithë. Allahu madhruar te bareke wa taala. Ose mund të jetë shkaku përgjigje tjetër, mos e dalloni emën për emën. Por në përgjithësi po. Për atë arsye pejgamberi s'ka thonë unë jam më e mirë se Musa dhe Isa, por ka thonë unë jam zotrinja e ditë kiametit. Sikurse më thonë për shembull, filan është burri më i mirë në katon. Nuk jetë hatër kërkujna. Ndërsa me thonë filan është më i mirë se kë dhe kë dhe kë, jetë hatëri njerëzve. Është me ultaj, me ligë është. Me fortë me thonë s'ka kësi djallin më halë, s'ka kësi djallin katon, apo s'ka kësi djallin qytet. Këtë rast e ke levdru këta, por nuk e ke ullë kërkën, dhe nuk ka drejt kërkush më prejkë. Ndërsa më janë gjitë me thonë kjo është më i mirë saj, dhe kjo më i mirë saj, prejkë mund prejkë njerëzit. Se do që tjetë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam është më i dashuri i të madhit Allah azza wa jall. Unë po ta shkoj pak, më duket të paskëm zgat. Mirë, ka që do, qadërt. Ballahu alem, sallallahu ala sejdra Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد